Drejtuesi politik I koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha I shoqëruar nga kandidatët për deputet Nevila Nika, Fatos Brahaj dhe Andi Prifti, vijoi takime me disa pronarë në zonën e Pazarit të Ri në Tiranë për të diskutuar për një nga plagët më të mëdha të padrejtisë në Shqipëri, pronën e mohuar e mira familjeve për dekada me radhë. Parimi I programit tonë është ky. Prona ku është e lirë, kthehet menjëherë te pronari. Shteti automatikisht heq dorë nga çdo procedurë administrative dhe nga çdo proces gjyqësor kundër pronarit që ka pronën të lirë. Pjesërisht apo totalisht. Aty ku prona nuk është e lirë, si në rastin e bashkëshortës, aty kompensohet me vlerë tregu. Dhe këtu është ndryshimi kryesor me qasjen që ka pas kjo qeveri, po me thënë drejtën edhe përpara. Përpara ka pas zvarritje, kjo zgjidhet me vullnet politik, rikthehet prapë tek parimi kryesor që është prona e lirë rikthehet pronarit, prona jo e lirë kompensohet me vlerë tregu. Këtu vim tek çështja e vlerës. Ne kemi fut ekspertët tanë financiar për ta shiku këtë dhe ata kanë arrit në një vlerë për afro 8 miliard euro. Sepse janë pronat e zaptuarat pa dëmshpërblyera nga shteti. Pronat tjera të zaptuara nga 7501. Se zaptim është dhe 7501. Basha tha se programi I koalicionit Euroatlantik, parat dhe pronat e shqiptarëve nuk do të shkojnë më në xhepat e shokëve të Ramës. Do të ofrojë shqiptarëve një zgjidhje të qartë dhe të zbatueshme, si kthim të menjëhershëm të pronës ku është e lirë, kompensime vlerë tregu ku prona është e zënë, obligacione shtetërore të pagueshme me çdo vit me 1/20 e vlerës, regjistrim me parimin uti posideti, çdo kush të mbajë atë që ka në përdorim ligjërisht.